Protesta e madhe që u bë në Tiranë, Shqipëri, në përkrahje të UÇK-s, ka nxjerrë në shesh, ka zbulu ca gjëra shumë interesante. Në radhë të parë, unë nuk e di kush e organizoi dhe pse këta që e quajnë protestë, e kanë quajtur këtë të bim. Protestojnë kundër kujt? Protesta do thotë protestosh kundër diçkaje. Protestojnë kundër kujt në Tiranë, në sheshin Skënderbej. Çfarë ka bërë Tirana që protestojnë që duhet ta zgjidh Tirana? Pra edhe një herë, këtë lloj proteste unë do të kuptoja nëse bëhesh para gjykatës Hagës apo është kjo, nëse bëhesh para ambasadëve të këtyre vendeve evropiane, këtë do të kuptoja nëse bëhesh në UKB. Do të kuptoja si protestë kundër botës që është kaq e padrejtë, kaq hipokrite me ne. Por të vish në Tiranë në shenjë solidarizimi me udhëheqësit e UÇK-s, e ta qush protestë, këtë të bim madhështor në përkrahje, në solidarizim, në fakt, se s'është as përkrahje, të atyre që mbahen në mënyrë padrejtë, nuk më kanë shumë arsyeshme, po kush jam unë. Por ajo që më habiti është se u zbulu që qeveria shqiptare, qoftë ajo para kohë me sa kuptoj e Sali Berishës, qoftë kjo e Edi Ramës, nuk e pas kondenua sot e kësaj dite gjenocidin serb në Kosovë. Ora, për mu kjo në qosë është e vërtet. Këtë s'ka kanë ardhur ta maj. Jemi ne me gjithmonë kaq të vëbekt. Si kam që ose majmë shtetet të tilla të në drejtojnë qeveritë të tilla. Jemi ne me gjithmonë kaq inkompetent. Po ti jesh inkompetent në shtat, femra shkon. Më falni, do të them shërdhehet me tjerë.